Policia ka shpallur në kërkim 2 persona për vrasjen në Durrës të 29 vjeçarit Ermir Dedja. Sipas burimeve nga verifikimi i sistemit Teams, rezulton se ata janë larguar jashtë vendit. Policia dyshon se këta persona kanë luajtur një rol të rëndësishëm në sigurimin e mjeteve dhe kushteve të nevojshme për autorët e krimit, përfshirë edhe mjetin që u përdor në atentat. Njëri prej personave të kërkuar është shtetas maroken. Rezulton se një ditë para ngjarjes ai ka sjell makinën e krimit nga jashtë përmes portit të Durrësit dhe më pas është larguar sërish. Nga ana tjetër, autorët e dyshuar të ekzekutimit janë 2 persona të tjerë. Nga automjeti i djegur në zonën e Gërdecit, ekspertët e kriminalistikës kanë arritur të sigurojnë disa prova të cilat janë dërguar për analizë në laborator. Për shkak të përfshirjes së viktimës në aktivitete kriminale gjatë viteve të fundit janë ngritur disa pista hetimore që po shqyrtohen nga policia për të përcaktuar motivin e saktë të ngjarjes. Ermir Dedja u qellua për vdekje në orët e vona të mbrëmjes së 20 majit, ndërsa ndodhej në shoqërinë e 2 personave të tjerë. Ai mori 2 plumba, njëri prej të cilëve e kapi në gjoks, gjë që i shkaktoi vdekjen e menjëhershme. 29 vjeçari me origjinë nga Shqia, ku kishte jetuar kohët e fundit në Gjermani, ku mendohet të jetë përfshirë në aktivitete të jashtëligjshme.